Horoskopi i ditës së sotme. Dashi, në dashuri mund të ndihesh disi i pasigurt, por një bisedë e sinqert mund të çlirojë tensionet. Në punë marrja e iniciativës do të jetë e favorizuar, mos hezito të tregosh idetë tua. Shëndeti kërkon pak qetësi mendore, gjej një moment për relaks, shmang shpenzimet e shumta gjatë muajit. Demi, mund të ketë një ditë të qetë dhe harmonike në marrëdhënie. Në punë, një progres i vogël mund të sjellë kënaqësi të madhe. Në shëndet, ruajini ekuilibër ushqimi dhe pushimi, planifikoni financat, mos nxitoni në veprim. Binjakët, ka nevojë për hapësirë në marrëdhënie, por komunikimi i mirë e forcon atë. Në punë, kreativiteti është aliat yt. Përdore për të bërë ndryshime. Shëndeti duket stabil, por mos anashkalo pushimin. Financat përpiqu të shmangësh rreziqet e investimeve të paprovuara. Gaforia, mund të ketë surpriza të bukura në jetën sentimentale. Dy njerëz mund të afrohen më shumë. Në punë, përkushtimi yt do të vlerësohet dhe mund të marrësh më shumë përgjegjësi. Shëndeti, kujdes me ushqimin dhe cilësinë e gjumit, ndërsa financat, jep kujdes ndaj shpenzimeve që nuk janë më të nevojshme. Luani, dashuria shfaqet me pasion, mund të lindë edhe një diskutim që sjell afërsi. Në karrierë, bashkëpunimi me të tjerë do të jetë çelësi i suksesit. Shëndeti kërkon qëndrueshmëri, një aktivitet i lehtë fizik mund të bëjë mirë. Financat, pritesh të marrësh në një shpërblim të vogël. Virgjëresha, marrëdhëniet me partnerin do të jenë të qeta, por mos e mbaj për brenda atë që ti e mendon. Në punë, një mundësi të re për mësim mund ta zgjojë entuziazmin. Shëndeti është në gjendje të mirë, vazhdo kujdesu për veten. Financat, përdor stabilitet, por mos u harxo ndaj ofertave të dyshimta. Peshorja, një takim i papritur mund të sjellë emocione freskuese në dashuri. Në punë, shfaq aftësi që ke, mund të vlerësojnë. Shëndeti ndikohet nga moti, përshtat orarin e ditës sipas energjisë. Financat, ditë e mirë për të bërë plane afatgjata. Akrepi, marrëdhëniet kërkojnë më shumë durim dhe mirëkuptim. Në punë, ndjenja e lodhjes mund të shoqërojë, delego kur mundesh. Shëndeti, përfitoni nga momente qetësie për rigjenerim, ndërsa financat përmirësim i lehtë, por mos haro parat rezerv. Shigjetari, do ndihesh një intensitet më të madh me partnerin, diçka e vogël mund të thellojë lidhjen. Në punë, një ndryshim i papritur mund të sjellë mundësi, mos u tremb. Shëndetin mbaj energji me ushqime të shëndetshme, ndërsa në financa qëndrueshmëri, mos bësh shpenzime të mëdha pa e menduar fare. Bricjapi, dialogu i hapur zgjedh tensionin në marrëdhënie. Në punë, mund të ofrohet diçka re që kërkon përkushtim. Shëndetin mbaj pushime të shkurtra për të rifreskuar mendjen, ndërsa financat, një shpenzim i papritur mund të kërkojë riorganizim. Ujori, në dashuri mund të ndihesh pak i apo e pasigurt, por partneri do t'tregojë mbështetje. Në punë, projekti që nis sot ka potencial të mirë. Shëndeti është i mirë, mos hezito të bësh aktivitet fizik. Financat, kujdes me investimet mëdha. Peshqit, një njohje mund të sjellë risi emocionale. Në punë, bashkëpunimet do të jenë të fryqshme. Shëndeti është i mirë, por kontrollo emocionet. Financat, moment i favorshëm për të planifikuar diçka që dëshiroje prej kohësh.